Duhet të ishte vendi i mrekullive, por në fakt ishte kthyer në një vend vuajtjesh. Bëhet fjalë për një çerdhe në Itali, foshnjat e së cilës keq trajtoheshin nga edukatorët e tyre. Një video e xhiruar me telefon celular nxori në dritë keq trajtimin që u bë fëmijëve në çerdhen e quajtur vendi i mrekullive në Pinerolo të Italisë. Dyshimet nisën kur një nga vajzat që frekuentonin çerdhen rrite kukullat e saj në shtëpi sepse nuk donin të flinin. Ajo i tregoi SOM-s se këtë gjë e bënte me fëmijët njëra nga edukatorët. Rrëfimi të nënës së vajzës ju shtuan edhe ato të një ishe edukatore edhe 2 punonjëseve të cilat çuan në mbërritjen e karabinierëve dhe sekuestrimin e çerdhes. 3 edukatore tani po hetohen për keq trajtimin e 37 fëmijëve, 12 prej të cilëve u larguan këtë vit pas lajmeve që qarkullonin nëpër faqet e gazetave lokale. Një ishe edukatore kishte treguar gjithashtu se në çerdhe kryeshin keq trajtime fizike dhe psikologjike të fëmijëve. Nga përgjegjësit e çerdhes, fyerjet sistematike shoqëronin të vegjëlit çdo herë që ata ndërroheshin apo viheshin në gjumë. Shpullat dhe grushtat në gojë dhe në ballë nuk mungonin për fëmijët që nuk hanin apo nxirrin ushqimin. Fëmijët detyroheshin të flinin në tokë me krevatin e përmbysur mbi trup, të mbyllur si në kafaz që të mos lëviznin. Edhe dëshmia e një gruaje që punonte si ndihmëse në mensën e çerdhes tregoi se si braktiseshin dhe liheshin fëmijët jashtë çdo kontrolli kur viheshin në gjumë. Shpesh ata detyroheshin të hanin ushqimin që e kishin nxjerrë më parë. Edukatorët u drejtoheshin foshnjave me fraza fyese që u adresoheshin prindërve të tyre. Fëmijët ndëshkoheshin duke u detyruar të flinin poshtë lavamanit të banjos apo liheshin vetëm dhe në errësirë. Gruaja që filmoi pamje tronditse u dorëzoi ato karabinierëve. Një ngjarje e ngjashme me një çerdhe në Pistoia tronditi vitin e kaluar Italinë. Si pasojë e keq trajtimit të fëmijëve, 2 edukatore përfunduan në qeli.